Dashi. Sot, energjia e hënës do t'ju mbulojë me imagjinat të re, duke ju ndihmuar të zgjidhni vështirësi të vjetra. Do të ndjeni shumë më optimist dhe humori do të jetë i përhapur në çdo çast. Nëse jeni të lidhur, do të ndjeni se lumturia nuk qëndrohet vetëm te pasioni, por në bashkëjetesë të qejf dhe mirësjellje, gjë që do t'ju bëjë të ndiheni të përputhur me partnerin tuaj. Për ata beqar, ndoshta do të ndodhë një takim i papritur me emocion të fortë, edhe pse nuk do të shënojë fillimin e një lidhje afatgjatë. Përvoja do të jetë e paharrueshme. Në ambientin profesional, mund të mendoni të jepni dorëheqjen dhe të filloni diçka të re për veten, ndërsa në planin financiar do të ndjeni të vendosur ta përmirësoni situatën pa vetë vendosur limite. Demi. Sot është momenti që do ta keni një qasje të re ndaj së ardhmes, do të filloni gjithçka nga e para. Nëse jeni në një lidhje, mund të përjetoni një fillim të paqëndrueshëm në mëngjes, duke shkaktuar diskutime të thella me partnerin për të ndryshuar rrjedhën e marrëdhënies. Për ata beqar, do të takoni disa persona, por ndryshimet në moshë mund t'ju pengojnë të bëni hapa të mëdhenj. Në punë, do të ndjeni më të frymëzuar dhe të motivuar, duke ngarkuar ditën me ide të reja për avancim. Ndërkohë, në planin financiar, impulset të shpërndara do t'ju bëjnë të shpenzoni pa analizë, duke krijuar një situatë pak sa jo ideale, nëse nuk bëni kujdes të veçantë. Binjakët. Sot mund të hasni momente ku gjërat duket se ju zhvendosen pa paralajmërim. Do të përpiqeni maksimalisht, pa marrë parasysh sa do t'ju kushtohet kjo përpjekje. Në marrëdhënie, ndryshimet e mëdha do të shpërthejnë, duke përfshirë edhe sfidat që mund t'ju bëjnë të ndjeni të mërzitur në rutinë. Nëse jeni beqar, do të ndjeni më të hapur ndaj mjolljeve të reja, por gjithmonë duhet të mbani realistë pritshmërisë. Në ambientin e punës, mund të ndjeni shumë të menduar dhe të kujdesshëm, duke shmangur gabimet, edhe pse disa miq mund t'ju provokojnë në drejtime të gabuara. Në planin financiar, presit për përmirësime do të tejkalojnë imagjinatën tuaj, duke sjellë një situatë që në fund do t'ju beneficojë. Gaforja. Sot, dita juaj do të jetë e mbushur me energji pozitive dhe gjallëri, duke i dhënë një dimension të ri çdo gjëje që bëni. Në marrëdhënie, me ndihmën e Uranit do të krijoni një bilans të plotë që ju mundson të merrni vendime të reja dhe të ndjeni më të lumtur me partnerin tuaj. Nëse jeni beqar, ndriçimi do të fillojë ta ndriçojë rrugën tuaj, duke sjellë një ndryshim pozitiv që do ta ndryshojë jetën. Në ambientin e punës, mund të ndërprisni kontratat nëse ndjeni të pakënaqur, por vendimet të tilla kërkojnë reflektime të thella. Në planin financiar, rritja e të ardhurave dhe mbështetja nga të afërmit do të sjellin stabilitet, por gjithmonë mendoni 2 herë para se të ndërmerrni hapa të mëdhenj. Luani. Sot, planetet do t'ju bëjnë të optimist për të ardhmen, duke ju dhënë të qartë se çfarë hapash të hidhni. Nëse jeni në një marrëdhënie, ndikimi i Mërkurit do të sjellë momente të paharrueshme me partnerin, ku emocionet e forta do të mbizotërojnë dhe do të filloni projekte afatgjata së bashku. Për beqarët, një misi e vjetër mund të shndërrohet në diçka më të bukur, duke i dhënë një dimension të ri jetës suaj. Në punë, do të jeni të fokusuar për të përfunduar detyrat pa ndërprerje dhe në planin financiar, edhe pse gjendja nuk është ideale, është mirë të kërkoni ndihmë nga të afërmit nëse situata kërkon ndryshim. Virgjëresha. Sot, hëna do të favorizojë bashkëpunimin dhe komunikimin, duke u siguruar që çdo gjë të ecë pa probleme. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të ndiheni shumë të lidhur me partnerin tuaj, duke falendëruar për dhuratën e përbashkët që kjo sjell. Për beqarët, do të filloni të hyni në rrjetin e njohjeve, duke u hapur ndaj ideve të reja nga jashtë që do të sjellin një pikpamje të ndryshme për jetën. Në ambientin e punës, do të gjeni mënyra të reja për të kërkuar atë që dëshironi, duke sjellë motivim dhe mbështetje nga kolegët. Në planin financiar, ndjeshmëria e mirë do t'ju udhëheqë drejt një menaxhimi të qetë, duke shmangur gabimet që mund të çojnë në tranditje. Peshorja. Sot do të keni një ditë të mbushur me energji dinamike dhe kreativitet të jashtëzakonshëm. Nëse jeni të dashuruar, komunikimi me partnerin do të jetë i hapur dhe i ngrohtë, duke sjellë një harmoni të re në marrëdhënie. Për ata beqar, një takim me shikim të parë do të jetë një eksperiencë që do t'ju frymëzojë, por ruani vëmendjen për të mos bllokuar veten në pritje të tepruar. Në punë, bashkëpunimi me kolegët do të sjellë rezultate të papritura, ndërsa ideja juaj për të avancuar do të jetë e vlerësuar. Në planin financiar, konsistenca në menaxhim dhe disiplinë do t'ju lejojnë të ruani një situatë të qëndrueshme. Edhe nëse secili shpenzim duhet analizuar me kujdes. Akrepi. Sot, ndjesitë dhe idetë tuaja do të jenë të pasura dhe do të dëshironi të bëni gjëra të veçanta.
Nëse jeni në një marrëdhënie pas diskutimeve të tensionuara, është koha të lini të kaluarën mbrapa dhe të filloni një kapitull të ri me harmoni dhe bashkëpunim. Për ata beqarë, duhet të tregoni rezervuar dhe të shmanni gabimet impulsive që mund të sjellin pasoja të padëshiruara. Në punë, vendosmëria juaj do të sfidojë çdo pengesë, por kujdes që ndonjëherë ndjenja e tepruar mund të përshpejtojë reagimet e gabuara. Në planin financiar, menaxhimi I kujdesshëm I shpenzimeve do të jetë thelbësor për të ruajtur stabilitetin, edhe pse përmirësimi mund të sjellë ndryshime graduale. Shigjetari, sot do të keni liri të madhe veprimi dhe vendosmëri për të ndjekur rrugën tuaj. Nëse jeni në një marrëdhënie, do të përjetoni momente transformuese, ku ndryshimet pozitive do t'ju sillin harmoni dhe do të hapin një kapitull të ri në jetën tuaj. Për ata beqarë, vendosmëria të bëjë propozime do të jetë e rëndësishme, megjithse nuk të gjithë do të përgjigjen sipas pritshmërisë. Në ambientin e punës, edhe pse mund të ndjeni të lodhur, motivimi juaj do të forcojë hapjen drejt arritjeve të reja. Në planin financiar, ruajtja e disiplinës do t'ju ndihmojë të menaxhoni të ardhurat me sukses, duke sjellë një ndjenjë optimizmi afatgjallë. Britsjapi. Sot, komunikimi I menduar dhe I kujdesshëm do t'ju shpëtojë nga gabimet që mund të prishin marrëdhëniet. Nëse jeni në një lidhje, partneri juaj do të ndjejë se përkushtimi juaj është I sinqertë, duke sjellë momente të privilegjuara që do të forcojnë lidhjen tuaj. Për ata beqarë, është e rëndësishme të hapni zemrën pa shpejtësi, duke pranuar se hapja e sinqertë do t'ju lejojë të përfitoni nga çdo mundësi që ju takon. Në ambientin e punës, projektet tuaja do të aprovohen dhe vullneti juaj do të jetë për herë I vlerësuar, ndërkohë që ruajtja e disiplinës financiare do t'ju mbajë në një rrugë të qëndrueshme drejt suksesit. Ujori. Sot do të dëshironi të jeni ai që thot fjalën e fundit në çdo situatë, duke u bërë një udhëheqës I natyrshëm. Në marrëdhënien do t'ju duket dita më e bukur, pasi do të bëni plane për të ardhmen me partnerin tuaj, duke përjetuar momente të çmuara që do të forcojnë lidhjen. Për ata beqarë, një dashuri me shikim të parë mund të sjellë ndryshime të papritura në jetën tuaj, duke ju inkurajuar të hapni zemrën. Në punë me pak vonesë do të arrini qëllimet e vendosura, edhe nëse disa detyra do të ndihen të ngarkuara. Në planin financiar, ndikimi I Plutonit do t'ju ndihmojë të zgjidhni çdo problem një nga një, duke sjellë stabilitet dhe arritje të qëndrueshme. Peshqit. Sot do të ndjeni të pasur me ndjeshmëri dhe intuicion, duke ju ndihmuar të shihni të ardhmen me qartësi të re. Në marrëdhënie, nëse jeni në një lidhje, komunikimi do të rrjedhë natyrshëm dhe do të ndjeni të thellësishëm të lidhur me partnerin tuaj. Për ata që janë beqar, një takim I papritur mund të sjellë një eksplozion të ndjenjave të reja. Në ambientin e punës, kreativiteti juaj do të kthehet me ide inovative që do t'ju ndihmojnë të zgjidhni sfidat dhe të arrini rezultate të reja. Bashkëpunimi me kolegët do të sjellë një frymë dinamike dhe progresive. Në planin financiar, menaxhimi I kujdesshëm I shpenzimeve do të jetë çelësi për të ruajtur një qëndrueshmëri të qëndrueshme, edhe pse mund të hasni disa sfida të vogla.